Nga Shkëmbikavajës deri në Ksamil, bizneset përgjatëvijës bregdetare shqiptare kanë shpallur një val ofertash për punësime sezonale me paga që shkojnë deri në 250.000 lekë të reja në muaj, por përkundër pagave të rritura, fuqia punëtore mungon. Sipas të dhënave nga Agjencia e Punësimit, Interest Motivation Power, kërkesa për punonjës në sektorin e shërbimit, si guzhunjer, kamarier, barista apo menaxher, është në nivelet më të larta të viteve të fundit. Dërmiu rezulton epiqendra e pagave më të larta për sezonin veror, ku për një guzhunjer të përgjithshëm apo guzhunjer sushi, pagat variojnë nga 220 deri në 250.000 lekë të reja në muaj, të shoqëruara me akomodim dhe ushqim falas. Në Qeparo, për pozicionin e picierit, ofrojnë deri në 2.000 euro në muaj, ndërsa baristët mund të paguajnë deri në 150.000 lekë të reja në muaj. Edhe në Vlorë, Sarandë dhe Ksamil, kërkesa për punonjës sezonal ka sjellë rritje pagash që shkojnë nga 60.000 deri në 200.000 lekë të reja në muaj, në varësi të pozicionit dhe përvojës. Përfaqësues të agjencisë IPM theksojnë se këtë vit ka një rritje të ndjeshme të pagave me 10 deri në 20% krahasuar me një vit më parë, për shkak të një kërkese të ulët dhe një oferte të lartë nga ana e bizneseve. Madje sipas tyre, aplikimet janë të hapura dhe punësimi mund të ndodhë brenda 2 ditësh. Por për te i pagave, sfida kryesore mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Sipas të dhënave të shoqatës së bareve dhe restoranteve, në vitin 2023, sektori i shërbimeve në Bregdet u përball me mungesën e 15.000 punonjësve gjatë sezonit turistik, një situatë që ka detyruar shumë biznese të kërkojnë punonjës të huaj nga Filipinet, Bangladeshi, Pakistani e Myanmari, ndonse shumë prej tyre e shohin Shqipërinë si një vend tranzit drejt Bashkimit Evropian. Edhe pse paga minimale e referencës nga tatimet për një kamarier është 70.000 lekë të reja në muaj, aktualisht shumica e ofertave te i kalojnë këtë nivel, duke reflektuar një presion të fortë për të tërhequr punonjës në një treg që gjithnjë e më shumë po boshatiset nga emigracioni dhe mungesa e trajnimit profesional. Në vetëm 2-3 vitet e fundit, sektori i shërbimeve është kthyer një nga më të prekurit nga kriza e fuqisë punëtore, me turizmin në rritje dhe pritshmëri të larta për këtë verë, mbetet për të parë nëse rritja e pagave do të mjaftojë për të mbushur vendet e lira apo nëse do të shihet një import masiv i punës nga jashtë.